Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lëvdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar zot, jemi edhe sot takimin e radhës në këtë mëngjes të bukur, në këtë namaz që falim Allah e pranoft, në këtë vend që Allahu xhallahu ta'ala është i kënaqur kur ne jemi në këtë vend, në shtëpinë e Zotit Azza wa Jall, veçanërisht kur ne përmendim Allahun, atë madhrojmë dhe ndajmë nga koha jonë që të dëgjojmë nga udhëzimet e Allahut dhe porositë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Allah na bëj këtë takime të ndërlozur të dobishme në dunjë, të frutshme, mundësi për përmirësim me ndryshim pozitiv dhe na i bëft Allahu shpërblim ditën e takimit me të. Jemi në kapitullin e sabrit nga libri Riyadus Salihin, ku autori, dietari i njohur Imam Nawawi rahimahullah ka përmbledh hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe këto hadithe i ka ndonë në kapituj që na me i kuptu më drejt porositë e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kemi marrë në hadithin e fundit disa hadithe për sabrin dhe më konkretisht kemi përmendur se Muhamedi alayhi salatu wasallam përkundër faktit se ishte njëri i zgjedhur i Allahut Azza wa Jall, pejgamberi Allahut te barekuhu teala, megjithatë ai sprovohej. Madje sprova që ai me to ballafaqohej ishin më të mëdha se sprovat që ballafaqohesh me to njerëz të zakonshëm. Çdo njeri në këtë dunjë që vjen në këtë dunjë të ndërrozur smuhat ose ballafaqohet me situata të pakëndshme, ndonjë frikë, mungesë, begatia, mungesë të ndonjë të afërmi, nga sa të gjithë që kemi lindur dhe jemi krijuar dhe vdesim. Andaj, çdo kush në këtë dunjë sprovohet me diçka. Në kuadër të sprovave të rëndomta që me to sprovohen njerëz e zakonshëm, në esencë Muhamedi alaihi sprovoi dy fish më shumë. Dhe kjo jo për faktin se larg asaj se Allahu më këtë e dënonte apo tregonte se nuk ka vlerë. Jo, kundërta. Allahu Azza wa Jall e bën të shembull për njerëzit. Dhe Allahu përmes pejgamberit i ngushton njerëzit. Çdo njeri i sprovuar në këtë dunjë realisht e ka një ngushëllim shumë të drejtë për drejt, e ka një burim freskues, një fllad për shpirtin e tij se edhe Muhamedi sa më sprovuar. Andaj, nëse ju i sprovoj me smundje, shikoj dërguar lëm që smuhet. Nëse dikujt për ju vdes, dikush nga të afërmit apo fëmijët, shikoj Muhamedin e sa është rritje tim pa bab, pa non. Edhe kujdestarët kryesor i kanë vdek, agja i tij, gjyshi i tij me hajret e kështu me radhë. I ka vdek gruaja që shumë ka pas lidhje të fuqishme te Hatija radhiyallahu ta'ala anha. I kanë vdek fëmijët një nga një. Krejt fëmijët që i ka pas pejgamberi sa i kanë vdek duke qenë ai gjallë. Përveç njërës, Fatimia radhiyallahu anha dhe ka vdek 6 muaj pas se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj çdo sprovë që ndron në dunjë kujtohet që e ngjashme madje shumë më e madhe e ka godit Muhammedin alayhi salatu wasalam. Para të ndërozur njëri nëse do të kuptoj drejt ç'është duhet dunjon atë që ndodh, nuk duhet më shikuar në sprovën që ka godit. Nuk duhet më shikuar në sprovën që ka godit. E çka do më shikuar? Në reagimin e tij në këtë sprovë. Qase ne nuk duhet më kërkues provat. Ne nuk duhet më kërkues të lashat. Ne nuk duhet më kërkues probleme, larg asaj. Ne duhet më kërkues nga Allahu mirëqenie, rahati, jetë lumtur, qase kjo është e natyrshme për njerin. E nëse Allahu na sprovon me diçka, nuk duhet na më kontestu. E pse o Zot më këto? Të kish me kon diçka tjetër. Ja, ti mos më merr me sprovën. Ai e përzgjedh me çka teston ty. Ai e përzgjedh me çka sprovon ty. Prandaj ti mos u merr me sprovën, qase kjo është përzgjedhja e Allahut për ty. E me çka u morna? Na do të marr me atë që na takon neve. E çka na takon neve? Sabri. Por ne po si për sabër. Ti shiko apo reagon që do të çudit me sabër. Ti shiko për shembull sprova apo të bën me të lidhur me Allahun azhujal apo pa do pse raporti me Zotin xhelal wala.
Apo e shton mendimin e mirë për Zotin, apo Allah na rujt pa e dobëson mendimin e mirë? Apo e fuqizon raportin, apo e dobëson raportin? Apo e shton adhurimin, apo e dobëson adhurimin? Çka po ndodh me ty në rast kur nga sprova goditesh? Çka po ndodh? Andaj Allahu azza wa jall çka do që i çon robit është rahajr për domen. Çfarë kuptim është hajr? Dikush ka mundësi me thonë për shembull, qysh është hajr për shembull njëri fukara, qysh është hajr? Jo, në raport me fukarallokun nuk ka hajr. Në raport me fukarallokun. Po në raport me ato që ka mundesh përmes sprovës marit, çka është hajr? Ki mundësi përmes kësaj sprove me qenë durimtar tek Allah me fitu shumë më shumë se që kishe fitu me pasuri. Po edhe pasuria, kush garanton se është hajr? Sa njerëz kanë, po sa është hajr për ta? Edhe shëndeti është hajr, po sa njerëz e keqpërdorën shëndeti, bëjnë kripe, bëjnë probleme. Do shëndeti për ta është sherr. Smundja gjithashtu, për shembull, smundja kur e godet njërin. Nga raport me ato që të godet, si smundje, po, ka dhimbje, ka problem, privosh nga mirësitë caktuara, mirë po, atë shpërlim që arrin tek Allah përmes smundjes, nuk mund me kush edhe çfarë adhurim arrit. Ai na nuk duhet mi kërku këtu, larg asoj thash, po nëse ndodhin, ne nuk duhet me kontestuar, ne nuk duhet me diskutu çka ndodhi. Nga sa janë ndodhi. U kryej apo mor funda. Ka të vajton, ka të çon për këtë çështje. Andaj ne nuk mundem me kontestu sprovën. As të kemi drejt, as të kemi hapësirë. Po ne duhet ta me shiku reagimin tonë sprovë. Qysh është mendimi për Allahun, qysh është adhurimi, qysh është besimi, qysh është lidhja, raporti e kështu me radhë. Këto e më rëndësi. Andaj fatkeqësisht shejtani mallkum të ndëruar tenton që në këto sprova tek shumica e njerëzve me orientu vëmendjen ka sprova me haru Allahun azza xal. Ose me orientu potencialin e njërit ka sprova e mos më marrë me raportin me Allahun xhallahu ala. Mas pari në gjithë sprovë, do është me rishikuar raportin me Allahun, që ka ndodhë. Pastaj shikojmë punë tjera, që është me largu, që ka me bo, me zbe, këtu punë tjera po. Por në esencë, mas pari është raportin me Allahun xhallahu ala. Edhe në begati që ashtu. Çdo begati që Allah që të jep, mas pari, që është raportin me Allahun. Që kjo begati që Allah me ka, që kjo pasuri i këshëndet, a më bënë ma fadruas, apo ma ka zbej adhurimin, që po ndodhë? Të ndodhë, nëse një familje me një shtëpi, edhe Allah në rujt, ndodhë tërmeti. Mas tërmetit për shambull, njëra vetë, a pështej televizori, apo a pështej shpija, familja. I mas përre, a pështej familja, a pështej këmija, gruja, që kjo ma me nënësi. Tani tu qëcu vetë për kata. A të gjithë sprova së pari, a pështej namazi, a pështej raporti mal, a pështej kjo. Tani këqymë tjerët me radhë. Mirë për me kone fundit Allahu të varë këtala. Raporti me Allahun kejt në fund atje, e kjo është që asë i ka bumë. Rajt djetarë nga kam mësuar me këto hadithe, se si duhet me u eduku, si duhet njëri me u formu, me qeni gatshëm, që në situata të goditjeve të befasishëm nga sprovat e saktuara, me di shumë reaguar. Unë e reagoj shut. Këtu me këspro. Edhe te e ke dëgjuar në takimin e fundit, qysh është sprovu Muhamedi sa, qysh i ka vdeka. Ka vdek i dërguari alayhi sallam me mundime, me agoni, të smundjes e vdekjes. Andaj kjo dunja që ashtu. Mirë po, qysh ka vdek aso? Zemra ti qysh ka qenë me Allahun xhallahu, gjuha ti si ka qenë, çka më rëndësi me shiku. Andaj gjithë mund shiko në pikën e duhur. Në çdo sprovë shiko në vendin e duhur, jo me shiku kush gabim apo. Edhe hadithi i radhës flet për një sprovë që ka ndodhur në familjen e pejgamberit alayhis salam. Këtë hadith e transmeton Usami ibn Zaidi radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë nga djelmosh e sahabëve, po ka qenë nga të përgdhelurit e dashën dhe pejgamberit sëmë. Këtë djale ka dashtë shumë Muhamedi sëmë, shumë e ka dashtë. E këtë thot, kemi qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam duke najt, dhe
bija e pejgamberit alayhi salatu wasalam, njëra nga bijat e pejgamberit son, ka dërgu dikët e pejgamberit son se djali i saj veç që nuk ka dhënë shpirt. Do nipi pejgamberit son është në moment e fundit jetës. E tash vajza ka dërgu dikon tek pejgamberi son, thërnë babën se djali nuk ka mirë. Jo që pejgamberi son mund mja kthy jetën. E kjo ndorë të Allahut është, por që me qenë prezent në këtë situatë, me qenë prezent në këtë sprovë. Dhe kur ka ardhë i deleguar nga vajza e pejgamberit alayhis salam, tek pejgamberi ai ka qenë në nej me shokët e tij. Do s'ka qenë nej, po më nej lafe, kota, jo, ka qenë nej mësimi. Don pejgamberi ju ka mësu, këto më ka shpall Allahu, këto janë rregullat, njerëz e kanë pyet, çfarë kanë qenë netë pejgamberi? Kur ka ardhur ka thonë kët, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ktheja selamin asaj. Thuj aleikum salam, sa e ka thonë po ço selam bebia, thuj aleikum salam. Thuj edhe le ta din se inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Çfarë këshilla për mbledhje ka dhënë pejgamberi vajzës së tij në këtë situatë shumë vështirë. Çka i ka thonë? Ka thonë thuj edhe asaj aleikum salam dhe le ta din bija kujt e Muhamedit alayhi salatu wasallam, le ta din se Allahut i takon ajo që ka marrë, nga se ati i ka takuar ajo që ka dhonë. Këtë fëmijë kush po e merr? Allahu xhalla wala. Kujt po e merr? E ti është krijesa e Allahut. Don fëmiu nuk është i joti, në kuptim pronës. Jo, është begati që të ka gëzuar Zoti me ta. Përgjithësi që ti dush me eduku. Është kënaqësi e dunjas, padyshim. Mirë po, s'është pronë e jotja. Andaj për shembull nëse baba e urdhëron fëmin me mohu, fëmiu nuk bën me dëgju. Don ti djali jam, ti dush me ngu çka të mëne. Thuaj s'ka zot. Ja, stam, bab të kam, duhet një maj, çka të ki lazëm, ama këto se baj. Nuk është ndorë tonë ti me thonë çka të dush. E kujt është pra? I Allahut është. Se Allah ka kriju, edhe unë, edhe ti, edhe ai, të gjithë, ke që ka të Allahut jemi. Andi Allahu e ka dhonë, Allahu po e merë, qështu i ka dhonë për përsa. Edhe çdo gjë, ke që ka Allahu ka krijuar, realisht, tek Allahu është me afat caktuar. Këtë afat, kush e din? Veç Allahu i madh. Për shembull, qëndrimi ju në dunja, ka afat caktuar, apo pa afat jena? Jo, pa afat s'ka. Ja, pa afat nuk ka. Këtë me afat jem. Po na a e dim afatin ton, ti afatin të na din. Jo, nuk e din. Nuk e din. Këtë afat veç Allahu e din. Kur s'ka don afati i qëndrimi në dunja, Allahu e qenë me lekun, me ton, ka skadu afati. Minutat e tu në dunja morën në fund. Fryma jote u hargju. Risku që kum da për ti mori në fund, s'ka mo. Nuk i mo, as me hongër, as me pi, as fryme morë. Tash, del për këtujt. A mund dikush me enalë këtë proces? Ja, s'mund me enalë. A ne gjithë që ka të Allah është në afat saktum. U el tasbir, u el tahtesib. Andaj, le të bën sabër dhe le të shpreson shpëlim të Allahu te bareke ve teala. Çka do të thonë këta ndërvazë? Ka ende hadithi, po i komentoj pjesë që mos të shkputemi për pjesëve, pastaj nështë nuk mund të apërësirë më rridhen e kuptimit edhe dobive. Vajza e pejgamberit ka qenë në sprovë. Djali i saj është sprovë një smundje, tron, ka fëmijë, keni pa, zona rujt mundi ka temperatura shumë e madhe, probleme caktuar dhe duke qenë foshnja ata veç vdesin ato. Caktimi i Allahut, ai din kënë e merr, kënë e lën. E ka thënë babën e se po tir vajza. Pejgamberi s'ka shku me një herë ato. Pse s'ka shku? As ju ka dhim qika? Ja ju ka dhim qika, që ju ka dhim qika? Ju ka dhim nipi, që nuk dhimet nipi. Mirë për ka darë që këto momentin, njerë për momentin, mu lidhë me Allahun xhalla wala, jo me pejgamberi a.s. Nga se kur ishar pejgamberi a.s. të ndërëzër, raziku kështë me qenë që
zemra saj me zemrë nona. Me shku më thonë, tash maser pejgamberi nërsa Zoti e pështon djallë në runë djallë e as për hatër të Muhammed, as për hatër të kërkujt, Allahu Gjellala nuk e ndron gjykimin e tij, nëse ka saktu me vdek. Mandaj, lidhu me Zotin Gjellahu Ala. Pejgamberi është njëri, ka vlerë, njëri më i mirë që ka shkrim një fytyrë tokës, krejtëm të rregull, e që ashtu është. Mirë po, në raport me Allahun Gjellahu Ala, na e adhurim veç Allahun Gjellahu Ala. Na Allahun e adhurim përmes Muhammedit a vetë. Jo, përmes mësimeve që ka me të Muhammed e sëmë. Ama jo përmes njëri si njëri. Nga se në raport me Allahun Gjellahu Ala nuk ka njëri, nuk ka ndërmjetësim. Ndërmjetësimi është me mësime, por jo me qenje, jo me qenje njerëzore. As i gjalla si dekun. As i gjalla si dekun. Pa nëse përshamë pejgamberi sëmë, ka dash me lonë qikën e vetë, në gjënjë të nëzër. Kjo është qështë me rëndësi. Ka dash me lonë qikën e vetë, për pak ko, që në këtë situatë të rëndë, të fështirë, mu lidhë zemrë asoj, veç me Allahun Gjellë të varë tala, ma di as baba i saj, mos me bondë një, kur të vishë ndikim që dopsot zemra, pëse pejgamberi gjallë është në rregull është me shku të këqika e ti, nëse as për kaq nuk ka shku pejgamberi. E që këtë e mena për shembull do njerëz që shkojnë për shembull tek varret e caktuara, e lutin vorrin, e kështu me radhë, ai çka ka me të donë ai vën. Ai çka ka me të donë. Nëse me pejgamberin për zgjalli ani i ka hapësirë njerë me Allahun dhe pastaj vijone, e çka të mena për njerën e vdekur që s'ka kur gjë, as nuk nin, as nuk ndikon, as nuk ka hapësirë me bo, as minimumin e ndikimit me endrugjende. A Islami ka arë që këto bestytnimi i largu, që njerë më lidhë me Allahun të barë këtara. I ka thonë pejgamberi sa, e Allahut është e që po e merë. E ti është, gjithë që ka është e ti. Nga se ati është kër e ka thonë e kujna është, e Allahut gjellë vala. Po mirë që të që e ka thonë, po e merë. Njëri nga shokët e pejgamberit sa e ka pas një djalë të Hasretit. E ka prit më sa vjetë. E ka thonë Zoti furnizim. Ebu Talha radiallahu ta'ala anhu. është martu Ebu Talha me non Enes ibn Malik. Enes ibn Malik nga shokët e njohur të pejgamberit sa. Nga se baba i Enes ibn Malik, ka qenë i dhujtarë, s'ka dashur me musliman, u ikë për Medinës, e nëna ti u kone vej. Pasë normal, është martu me njëri tjetër, vazhdo një tatutje, dhe ka pas një fëmijë tash me këtë grua. Ka shku në udhëtim ai dikun, e përpara kur ka ndodhur për shembull, ka ndodhur 3 javë, 1 muaj sot njëri se rrugtimet gjata kanë qenë mjeti transportues i ngadalshëm deveja, e ka zgjatur udhëtimin. Disa u kthy ai, djali u smu. Edhe ka vdek. Të ime është i gjatë, po është më një pjesë shkurt që kanë kuptuar ata këtë çështje. Ta shku këthet njëri pi rrugë, a ka pas me dikon problem, a ka hubo a kjanë tregti, a o hinë bërq, a ja ka vidhe dikush pasurin, ku e din që e ka ndodhë? Si të vjen mas pari pi udhe, edhe me a hudhë në kry, edhe një lem të keq, e rëzë njërin. E s'ka dasht burë nëse me ngarku kone meqme, shio gure meqme. Edhe ka ditë buri vetë kur ka me ardhë, edhe u pregadit, u rregullu, u zbukuru, ja ka bugati don ushqimin në darkën e kejtë që mas mire. E, kur ka hangër buke, kështu më radhë, domon, jenë qmalle, ka kaldu që ka kallu rrugës, e ketë më radhë. Ka thonë, burë jam një pyti me të bo. Urna, ka nëse dikush të jep një sen me përdorët, me të kry punë, fort kry në punë. Edhe ti e përdorë. Ta një dikur vjen edhe ta lip mollën e vetë. Këthema që ta që thot, atje të hatëri, thot, ja më qëfar, ja di për njerë bile, që më ka dhonë bile me përdorë mjetin. Thot, hisë të hatëri, ja hisë me të hatëri. Po di më ka dhonë, a hitë idenë se ka për që po po të lafa, pëtër. E, kër e shekje që kjo tash mirë të folë, i thot, e dije se mallin e vladit që ta ka dhënë Zoti e vladin apo ta ka marrë që ta ka dhënë. Edhe
e kam qelë me që i ka qënë. A e kanë kuptu, nuk ka letë, kjo sprovë e madhe, është të shtirë, vallaj, nuk ka matë madhe për një në dunja. Po njëri edhe me këtë e kalën, me Zotin gjithë që ka bëhet e letë. Andaj, pejgamberi ka thonë, dije se Allahu të ka thonë, Allahu po ta merr ato. Pastaj ka një dy fjalë që janë shumë rëndësi, janë kyçe në çështjen e çdo sprove. Edhe për këtë Imam Newawi rahimahullah ka përmendur te kapitulli i sabrit. I ka thonë wal tasbir wal tahtasib. Le të bën sabër, treguohet e durueshme, çka i bën me kohën e durueshme, e kemi thënë ka fillim. Don durimi është frenim. Mas pari frenoje mendimin. Frenoje zemrën, që mos të menon keq për Zotin, larg asaj, pse mups, mendim mirë për Zotin xhallahu, çka sabri. Pastaj frenimi gjuhës, mos më fol çka nuk knahie. Frenimi gjymtyrës, mos më godit vetën ose mos më shky tesh ato se ç'bën njerëzit fatkeqësisht. Ja, këto muslimani se bën kur. Çka sabër. Po si ka thonë më bë sabër. S'ka thonë më bë sabër, po çka ka thonë hala? Çka është kryesore. Ka unë vel tahtasib. Edhe le shpreson shpëlim tek Allahu xhalla xhelalu. Se Allahu ka mja kompenzu këtë humbje shumë fish më shumë apo. Që Allahu po ta jap, e ti është, po të gëzon me ta. Allahu po ta merr, në fund po të paguës me kon mallit. E kush hub me Zotin po si hub ti? Pos ai që është i humbur, ai hub me Allahun xhallahu ala. Që nuk do me fitu me Allahun xhallahu ala, se të tregush nuk hub me Allahun xhallahu ala. Që Allahu po ta jap pitina. A është krijesë e Allahut fëmiu? Po, a e krijan Allah? Ti s'u ne krijan. Ti asu ne vendos një gjesht, as një hun, as një sy. Sens ki çka jep ti atina. Allahu e krijan. Po ta ja, po të gëzon me ta. Po jeton një kohë, po lum, 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, sa më rëndësi. Në fund e dinaj pse po e merr. E pastaj pse ta ka marr mallin e tij për sabrin tënd, po të shpërblen shumë fish. Këtë veç Allahu xhallahu nga rahmeti i tij e bën. Andaj besimtari nuk duhet veç me bëj sabër, por duhet me sabër me shpresu shpëlim tek Allahu xhallahu te. Dikush komo si më thonë të ndrozën, psa nuk ka njëjta? A nuk është njëjtë? S'ka më si më ka njëjtë. Se pejgamberi nuk i përsit fjalë njëjtë. Ka njerëz sot ndrozën që sabër bojnë, bën sabër. Qa me bo, ka bo akia, edhe tjeri ka ndodhë, ama këtu e nalë. Nuk shpeson me këtë sprovë të Allahu sevap. Nuk e menon tek Allahu shpëlimin. Atë pjesën më të rëndësishme, atë kurorën e krejt në gjarjes, nuk e merr. E pse pe u për pak Allah? Pse pe u për pak? Për shembull, godet sprova dikon, edhe shë, guri mashallah, shumë sabërli. Nështë habit është me sabër e tjetër. Ama pse bën sabër? Bën sabër, thot se marrë me po halë ku të kajtë, marrë me... O pse për halë këmër Allah, thot? O pse për veti? Për Zotin bën sabër, të ka lau shumë shëllime. Ajte, ndërvëzër, duhet me imësu njerëzit me bën sabër, edhe duhet me imësu njerëzit e familjarët me shpesu të ka lau shpërblimin e sabrit. Këse që kjo është më rëndësishmja. Edhe punën me bu për Zotin, por edhe pagesën me shpesu për Zotit e Zotit, se i kaj, po thot, unë shpërblej. A mërësini nuk e bën njetë, nuk e shpreson këtë shpërblim, fatkeqësisht hub shumë. Andaj, i dërguar i sëmë i tha qikës vetë, bë sabër, por jo i bë sabër, por edhe shpreso shpërblim të Allahu xhallahu ala. Andaj, kjo hadith të regon kuptimin e drejtë të sabrit. E pastaj vajza ati të nërëzë ka insistu, ja, le djemë baba gjithësysh. Le djemë baba gjithësysh, fëmijë është shkaja, e karë pejgamberi sëmë, atëre, ka shku të vajza ati, edhe ka qenë pejgamberi sëmë në shoqëri me Sa'd ibn Ubade, Muadh ibn Jabelin, Ubej ibn Ka'bin, Zaid ibn Thabit, ama njerëz të këtë burra një matmes e tjetër, sahabët njërë të pejgamberit alayhis salam, edhe ja kanë dhonë dorë pejgamberit sëmë fëmijën atëm. Fëmiju ka qenë i shtërit, e ka thonë që i dërguar me Allah të merre fëmijën. E ka marrë pejgamberi sëmë dorë vetë, edhe e ka ullë në prehën e tij. E ka marrë fëmijën, edhe ka ullë në prehën e tij pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe fëmiju dëmon
ka fillu me i dhënë ato dridhet e fundit, edhe dhe më thonë, pejgamberi kër ka parë atë mënë duke dhënë shpirt, i ka rridhe latat. Ka kajt kush? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka kajt. Kër ka pas Sa'd ibn Ubada, këta janë konë burat maj, këta janë konë njerëz, ka kalu në përdojë e sprova. Ka thonë, i dërguari Allahut, çka është kja? Shlët ti? Shpëkan? E këtë jo kam se pejgamberi se lohet ti nuk e prirë sabrin ato. Apo? Lohet ti nuk e prirë sabrin ato. A shikoj Islamit të ndrodhë vëllezër, sa bukën e mësën mesatarën, me konë të përmbajtën, po edhe me konë natyrshëm. Jo me konë në shpërputhje me natyrën tonë njerëzore, nga së është fe e natyrshmërisë. Andaj, ka thonë pejgamberi alayhis hadhihi rahmatun, ja'ala Allahu fi qulubi ibadi. Ky lot që po e shihni është lot i rahmetit. Po më dhimet këtë fëmijë. E kur dhimet normal, dhimbshmëria nuk ka kajt pejgamberi si shaj e mos pajtit me caktim të Allahut, larg asaj. Si shaj e mungesë së sabrit, larg asaj. Pse i ka rridh loti? I ka rridh loti për shkak se ju ka dhënë fëmijë. Njëri është i dërguar se më dërguar mëshirë. Andaj nga mëshira që ka pas, ka kajt pejgamberi alayhis salam. Të ndërozë prandaj lotin e se dal është loti rahmetit, dhimbet njëri. Dëmshëria është e natyrshme. Njëri që s'ka dëmshëri, njëri që s'ka rahmet, e ka zemën nguri, as imani se ka rregull, Allah. As imani se ka rregull. Ana për shembull, prindje për cilë fëmijë me shku dikon, Allah më shë, asë shë, e thot, një letë se kom qitë. Sa është kjo trimnila, ti luftë si e të shku, ti mos të letë ku del para miku, që ati s'bën me kohajt. Ama me për cilë fëmijë, me prind dikon pilargu, të ka dek dikush, normale, këse rahmet është kjo punë. E dres një përzin kërë situatat, kanë ku s'bën me kajt, e të një matë gure të ku du të me kajt. Na duhet me konë të kontrolum edhe të menagjuar nga udhëzimet Allahu të azhjel, nga sa edhin ma mirë, që është duhra. Edhe udhëzimi më i plot është udhëzimi Muhammed a.s. A i ka kajt, i ka rridh loti. E u shrit Sa'd ibn Ubada, ja Rasulullah, kjo është loti rahmetit. Kjo është rahmet që ka bu Allahu në zemrat e njerëzve afëm. Pra e të rozër, njëtë me bu sabër, do me koni pajtuar me caktimin e Allahut. Mirë po, edhe kjo pajtim nuk nënkupton mas me rridhë loti. Nënkupton zemrë me konë që shdojt me Allah në gjellë. Zemrë me konë me Allah në gjellë leora. Zemrë me konë e disponuar, e knaqë me caktimin e Allah në gjellë leora. Por rridhë e lotit, është rahmet, është rahmet. Pandaj nuk matët burnia njërit avton se kur një dvet një pikler si ka rjedhë. Ja, mërë burë, burat e mdhaj, trimat e mdhaj kanë kajt për Zotin kërën falë. Nga frika për Allahot, nga madnimi Allahot, kanë kajt kër i ka dek dikush. Sahabat e mdhaj, burat, si kodra, trimat e gudzim, që kanë shpartalu ushtri, e s'ju ka tramë së një para kërkujt. Kër u dek pejgamberëm kanë kajt. Qysh s'ka njeri këtë des pejgamberëm, qysh ka thonë Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, sa ishte pejgamberëm gjallë, me dinja ndryqante, drejt bëjke, kër diq, gjithë s'ka u ersua, kur gjithë s'pat kuptim mo, s'pat kuptim pa pejgamberëm kush dhe, e për qëto mes me kajta? Najte në rëzër, Islami është fej mesatarës, fej e natyrshmërisë, e mësën njërin kur me kesh, kur me kajt, e mësën kur me konë seriaz, kur me konë pak e relaksum, gjithë shka është me mesatarë, gjithë shka është me masë caktur, jo me te kalu masën, jo me te kalu kufit. Andaj kush mund të konteston durimin e pejgamberit, askush. Por rjedhja e lotit, rahmet të fëmijën, nuk është në kundërshtim me sabrën. Autori ka vru këtë hadith me kallëzu që pejgamberi është sprovu edhe me fëmijë, e me nip, edhe ka këshillu që me bë sabër, po edhe me shpesu shlimin, mirë po edhe në ka përmen hadith që edhe me të rjedhë loti, jo vajtim me bërtit, po rjedhë lotit normal është, apo është çështje e rahmetit, e normale, nuk ka diçka që bolla duhet me ja kontestu ta indikuj trimin e burnin, se ja pash një lot në faqe rrokulles, ka një çaqi apo kjo është e rahmeti, se njëri ka zemrën e butë, ka zemrën e njerit, edhe dëmshëria është pjesë përbërëse e natyrës njerëzore.
Kështu ishte pejgamberi alayhi sallam, dhe kjo hadith që deshta me e trajtu sot së bashku me juve, Zoti ju lutë për sabrin edhe për vëmendjen e lutem që të na takon gjithmonë punë mira. Allah na ruaj nga sprovat që nuk mundemi me të kalu. Na dhashtë Allah iman e durim, e na dhashtë Allahu te barekuhu teala forcë shpirtënore e zemrës besimit që çdo sprovë me e kalu faqebardh si duhet. Allahu të kënaqë me neve, por duke shpreh edhe mëshirën tonë në mënyrën që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Zoti ju lutë me kaq për sot, takohemi në takimin e ardhshëm. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.